Në një kohë kur diskutohet rreziku që i kanoset Durrësit nga mos ndërtimi i portit të ri, probleme serioze po shfaqen edhe në portin ekzistues. Operatorët e transportit detar dhe toksor dhe kompanitë e logjistikës po përballen me vështirësi të shumta, të cilat rrezikojnë aktivitetin e tyre dhe konkurrueshmërinë e portit në rajon. Pavarësisht takimeve me autoritetin portual të Durrësit, situata mbetet e pazgjidhur. Një nga shqetësimet kryesore është mungesa e hapësirave në terminalin e kontejnerëve, si pasojë e rritjes së volumit dhe menaxhimit jo efikas. Operatorët propozojnë riorganizim të zonave të kontrollit dhe lirimin e hapësirave të zëna padrejtësisht. Gjithashtu kërkohet rritja e kapaciteteve teknike, pasi përpunimi i anijeve është i ngadalt dhe pajisjet ekzistuese nuk përmbushin nevojat. Sugjerohet shtimi i vinçave funksional dhe mjete si reach stacker, si dhe përmirësimi i procedurave të prokurimit. Një tjetër problem është rreziku i ngushtimit të hyrjes numër 4, që mund sjellë vonesa në qarkullim. Po ashtu, kërkohet thellimi i portit për të pritur anije më të mëdha dhe për të ulur kostot. Operatorët i bëjnë thirrje institucioneve për ndërhyrje urgjente, duke konsideruar situatën kritike për ekonominë dhe transportin në vend.